Mirdita Shqipe kudo që t'jeni. Ngrihet në këmbë Maqedonia. Bashkë me ta janë bashkuar edhe shqiptarë nga Shqipëria, nga Kosova, nga Malizi dhe nga trevat e tjera. Çfarë po ndodh në Maqedoni? Le ta diskutojmë. Aq sa kemi mundur kemi folur në për emisionet tona, që për emisionit Enigma, kemi dhënë kontributin tonë edhe për bibliotekën e parë të ndërtuar në Maqedoni, pra bibliotekën e parë në gjuhën shqipe, aty ku u themelua kongresi i manastirit, aty ku u themelua gjuha shqipe e shkruar, pra kur u themelua alfabeti shqip. Tani, pse po flasim për këtë? Sepse pikërisht dje janë mbledhur me mira student, jo vetëm nga Maqedonia, Maqedonia e Veriut, por edhe nga gjithë Maqedonia, njëkohësisht edhe nga Shqipëria. Madje janë ndaluar nga Shqipëria që të shkojnë në Maqedoni. Po pse? Tani po ja u tregoj. Atëre duhet të dini që prej kohërave antike, kush është rastësisht një le ta bëj like faqes dhe videos që të shihemi sërish dhe të flasim për këto argumenta, dhe faleminderit që jemi për bashk. Kush nuk e ka bërë ende se shikoj që këto video i shikoni, por një pjesë prej jush nuk janë lidhur me këtë faqe. Nuk ju kushton asgjë. Po thoshja që prej vitesh në Maqedoni është ndaluar gjuha shqipe, ashtu siç u ndalua edhe në Shqipëri për vite me radhë, nga turkët, nga serbët, nga grekët, nga këtë doni ju. Dhe ajo gjuhë që u ndalua edhe në arvanitasit, që gjenden aktualisht në Greqi. Pra ajo gjuhë që flasim ne sot, gjuha e ilirëve, gjuha e pellazgëve, gjuha e vjetër e secilit, e ADN-s më të vjetër të Ballkanit, ashtu siç e thot edhe Natur ose Natyr, një nga portalet më të rëndësishme në botë amerikane. Dhe studim i kryer nga studiues të rëndësishëm që kemi thënë kush e di sa herë, dhe njerëzit këtë bëjnë gjëra sikur nuk e kuptojnë, akademikët shqiptar, sepse kanë frikë se mos ikin nga vendi i punës. Në Maqedoninë e Veriut janë ngritur studentët në këmbë sepse duan të ruajnë gjuhën shqipe. Duan që edhe ligjëratat jenë në gjuhën shqipe. Duan që edhe në universitet të flitet edhe në gjuhën shqipe. Ashtu siç bëhet edhe me minorancën, qoftë në tërë shqiptare, qoftë edhe në Itali apo në vende të tjera ku u japin të drejtën të vendeve që flasin një gjuhë tjetër ta mbrojnë atë gjuhë dhe ta kultivojnë ndër vite, sepse po harrohet. Dhe pyetja është pse duhet të ndodhë? Tani, duhet të dini diçka vërtet thelbësore që këtu në këtë kanal nuk e kam thënë. Në vitin 1890 ca, parafërsisht, në vitet 1890, dikush vendosi pra që të bënte alfabetin ashtu siç duhet. Dhe e dini se kujt ne, sepse pa të drejtën e Vatikanit ose të drejtën e dikujt nuk do ta bënte kurrë Shqipëria alfabetin, nuk do të themelojë gjuha shqipe. E di që ndokush nga ju tani do thotë, çfarë po thua ti mor? Kjo është e vërteta, për fat keq. Sepse, siç ju thash dhe më përpara, që prej kohërave antike është ndaluar gjuha shqipe. Dhe e dini pse? Sepse ishte pikërisht ajo gjuhë që u dha themelin edhe zhvillimit të gjuhëve të tjera, dhe nuk mundeshin ta pranonin. Si mund ta pranojnë një gjë të tillë? Ndaj dhe sot janë ngritur në këmbë, pra në Maqedoni, sepse duhet secili ka nevojë që të mbrojë gjuhën pra gjuhën e vet. E keni parë me 10 emisione ku disa flasin gjuhën shqipe dhe flasin nën gojë, sepse me një fjalë duke vendosur dorën këtu sepse kanë frikë se mos i qortojnë ose mos i arrestojnë. Sepse ende sot, po flasim në vitin 2026, ende sot në Maqedoni ndalohet gjuha shqipe. E keni idenë se çfarë bëhet apo jo? Por jo vetëm në Maqedoni, sepse ne nuk po flasim këtu për slavët, sepse slavët nuk na kanë dashur kurrë, por nuk na kanë dashur edhe grekët, nuk na do askush. Pse kjo? Sepse askush nuk është se, shiko, unë jam kundër politikës dhe nuk po bëj politikë, nuk më intereson fare, por këto janë të vërteta dhe janë të pamohueshme. Dhe pyetja është pse e bëjnë? Sepse normal, duan supremaci, duan që atë që kanë vendosur pra gjuhën e tyre apo ligjet e tyre të jenë ligje dhe mos të futet askush tjetër. Pra minoranca, në këtë rast gjuha shqipe apo shqiptarët, të jenë të dominuar.
sepse nuk bëhet kontrolli ashtu siç duhet në një shtet. Pra ky është fakti. Nuk është për të hapur polemika, absolutisht jo. Por kjo është e vërteta. Sepse në çdo vend ku dominon një më i fortë, ai kërkon që të ul tjetrin dhe ta dominojë atë në forma të ndryshme, derisa ta degradoj dal nga dal, pra tjetrin që është më i vogël se ai. Dhe ky është ligji i natyrës. Tani në seancën e 13 të Kongresit në Maqedoninë e Veriut, më bëri përshtypje ajo deklarata e kësaj nën kryetares së kuvendit, se nuk e mbaj mend emrin, quhet Venca Gjergjova. Venca Vesna Gjergjova, nën kryetarja, e ndaloi deputeten shqiptare Ilire Dauti, e ndaloi që të fliste shqip, e ndaloi që të thoshte gjuhën e saj dhe të fliste në gjuhën shqipe. Në fakt, Ilire Dauti, që unë e përshëndes personalisht, por nga të gjithë ne e përshëndesim, më pëlqeu sepse tha, unë po e them në gjuhën shqipe, sepse unë insistoj që ta them në gjuhën shqipe, dhe juve, i tha zonja nën kryetare, doni apo nuk doni, pak rëndësi ka. Unë atë që kam ndërmend po e them sot në gjuhën shqipe dhe ju përgjigjuni si të doni. Ishte një deklaratë që më emocionoi, të them të vërtetën, por nuk është sot, nuk po ndodh vetëm sot, sepse po ndodh që prej kohërave të lashta. Duhet të dini që gjuhën shqipe, atë që flasim ne sot, duhet falenderojmë jo Vatikanin, po, dakord, duhet ta falenderojmë. Doni apo nuk doni, kjo është e vërtetë, sepse Vatikani vendosi që të bënte alfabetin. Nëse nuk do të ekzistonte alfabeti, nuk do të kishim gjuhën shqipe sot. Dhe ajo gjuhë, siç u thash, që u vendos në vitin 1908, pra në alfabet po flas, sepse më përpara ishte le të themi një gjuhë e shpërndar, e shkruar ashtu siç mendonte ndokush. E di që dikush nga ju do thot tani po mirë, libri me Sharit, vitin 1555 etj. Duhet të dini diçka. Në vitin 1908, kur vendos pra alfabeti, duhej që të kontrolloj se çfarë do të shkruesh dhe si do të shkruaj. Dhe nëse thash nuk do të ishte Kamodeka, që është Pjetër Kamodeka, ai që ishte i dërguar, një arbresh i dërguar direkt nga Vatikani, nuk do të shkruaj gjuha shqipe. Bile ai e kontrolloi fillimisht, ai e rregulloi derisa shkoi në manastir dhe vendosën pra aty ku ishte Ndremjeda, Luj Gurakuqi, ishte Gjergj Fishta, ishin krerët ata që shkruan historinë e Shqipërisë, ata që rilindën para rilindasit. Dhe doja t'ju thoshja që në një situatë të tillë, ashtu siç ndodhi dje në Maqedoninë e Veriut, ndonse ishte një grev, le të themi, paqësore, është për të theksuar që sot gjendemi në vitin 2026 dhe bota nuk bën asgjë, sepse sot problemet janë të mëdha, gjithandej secili vend ka problemet e veta, por në një situatë të tillë, pra që kërkon një vend kërkon që të flasi gjuhën shqipe, unë them që gjithë bota duhet të flasi për këtë lajm. Nuk duhet të mbetet jo CNN, jo ABC, por nuk duhet të mbetet televizion në botë pa folur për këtë argument, sepse unë mendoj që sot gjithsekush ka të drejtën për jo vetëm për të folur gjuhën e tij, por edhe për ta kultivuar atë, për ta mbajtur atë. Në këtë rast, për shembull, nëse mbani mend ajo vajza që kemi edhe ndihmuar për bibliotekën e parë, Emira Selimi, bibliotekën e parë, si thash, të hapur në gjuhën shqipe në Maqedoninë e Veriut, ishte fillimi që kemi ndihmuar aq pak, nuk është se kush e di se çfarë ndihmuam, por për ta bërë të ditur dhe kam bërë edhe një live për këtë dhe kemi shkruar. Megjithatë, ishte fillimi i një epoke të re të shqiptarëve. Dhe doja t'ju pyesja juve, ju çfarë mendimi keni? Mund të jetë kjo epoka e re e shqiptarit, sepse tani po zgjohet Shqipëria, shqiptari dhe Shqipëria. Nëse keni vënë,
në këto vende, pra në Maqedoni të Veriut, në Arvanitasit, nuk e di keni para apo jo, lexoj lajme çdo ditë, shikoj video çdo ditë që edhe Arvanitasit në Greqi kanë filluar që të flasin. Pra, ndoshta është ky fillimi i ngritjes kur të bëjnë shqiptarët atë që thoshte edhe Nostradamusi, ose atë që mendojnë edhe shumë studiues, ose si thoshte edhe miku ynë, ai që Maksim Zotaj, që thoshte që kur të vi momenti i shqiptarit, vetëm atëherë do kuptohet me fjalë rëndësia e trojave shqiptare dhe vetë shqiptari do kuptojë rëndësinë e tij. Pra ju çfarë mendimi keni për një argument të tillë, dhe do të prisja një komentin tuaj dhe ta shpërndani këtë video, sepse ajo kryengritje që u bë me të gjithë studentët, siç ju thash në Maqedoni, përveç se shkuan edhe nga trevat e tjera, shënoi për herë të parë fillimin e një epoke të re të shqiptarisë. Ky është mendimi im, do të dëshiroj një komentin tuaj. Ndonse i ndaluan që të shkonin, i ndaloi Maqedonia në të gjitha pikat e kufive, qoftë edhe nga ana e Kosovës, qoftë edhe nga ana e Shqipërisë, për të mos shkuar studentë të tjerë, sepse sipas tyre do të bëni raprezalje. Ishte një moment heroik për mendimin tim dhe shumë paqësor, kështu që presim zhvillime të reja në Maqedoni. Ju përqafoj, ditë mbar.